Të nderuar shikues, përshëndetje. Në kujtim të futbollistit të Vushtrisë Erjan Morina, një yll që do të shndrisë përgjithmonë. Sonte në protagonist kur përballë kam babain e Erjonit. E ndjej më shumë se kur mungesën e një djali të jashtëzakonshëm, një talent i lindur, një shok, një frymëzim për të gjithë ata që e njohin Erjonin. 2 muaj më parë, një humbje e rëndë na trodhiti të gjithëve, por kujtimi i tij mbetet i gjallë në çdo fushë ku ai ka vepruar, në çdo top që ai ka prekur dhe në çdo zemër që e ka dashur. Erjoni nuk ishte thjesht një futbollist. Ai ishte pasion për kushtim dhe ëndër. Një djalë me shpirt luftarak, me buzëqeshje të çiltër dhe me një zemër që rrezatonte dashuri për lojën dhe për njerëzit përreth. Sot ne nuk flasim për një lajm të mirë, por për një premtim që do ta kujtojmë gjithmonë me krenari, që do ta nderojmë me çdo ndeshje, me çdo gol dhe me çdo ëndër që vazhdon të jetojë përmes kujtimit të tij. Erjan, ti nuk je me neve fizikisht, nuk je mes nesh, por fryma jote do të mbetet gjithmonë pjesë e kësaj loje. Pjesë jo vetëm e Vushtrisë, por e tërë Kosovës dhe pjesë e zemrave tona. Prehu në paqe, kampion. Përshëndetje dhe mirëmbrëma, profesor Ilir. Përshëndetje. Është hera e parë që je në një paraqitje televizive, në një podcast, pas rastit tragjik i cili të nditi ju është familjen e juaj për tërë Kosovën. Faleminderit për ftesën. E din që ka qenë shumë e vështirë me pranu, po jam mundu me qëndru edhe gjatë procesit varrimit edhe më pastaj, duke kujtu si një angel që na pa të lumturu Zoti, 2002-ën, e kështë pas shumë shkurt, po jem krenar me ta. Kështu që faleminderit për ftesën. Je i fortë sepse dashuria e tij për ty nuk ka fund dhe do të mbetet gjithmonë pjesë e shpirtit tënd. Kështu që edhe në parajs, ai do të jetë me ju, me ne, gjithë ata që e dëshën futbollin, gjithë ata që e përkrahen, gjithë ata që e duart roketën, gjithë ata që u mborën me çdo gol dhe çdo fitore që e shënoi Erjoni me ekip. Profesor Ilir, a mund të na bëni një kronologji si ndodhi rasti, kush ju njoftoi, si e morët vesh për gjithë këtë tragjedi ta quaj? Po ishte një ditë e zakonshme e familjes, në fakt isha me babain duke pi kafe, në fakt unë e pata humbe dhe nanën në mars, ishte një vit i tmerrshëm, dhe babaj erë nga Prizreli të jetante me ne, për shkak se mbeti vetë Prizren. Ishim duke pi kafe, zakonisht unë zgjohem pak ma vonë se normal të tjerët, po edhe ju zgjojkin pasteve dhe më ka ora 9. Pinte një kafe aty, me gruan edhe babën, gjithashtu. Edhe ishte ditë me diell, ditë e bukur, 24 tetori. U përshëndetëm me atë mirëmëngjesin e lirë, si një djalë i dashur, tepër i respektueshëm. E qiti një kafe me aparatin espresso, ble bëj ke zhurë me aparat, gjithë më dhe që hajde krye ma shpejt atë aparat, dhe zakonisht na pim kafe turke. U qunë disponim si gjithmonë, i hareshëm, i buzëqeshur, i shëndosh, i gjatë, shatan, gjithat mirat e Zotit. Edhe filloj pas kafës, më bëm pak llafe aty, unë ma shumë me babain, tha shumë po dalë, tha unë kam ushtrime, prej orës 2 në ushtri, tha ti sot qa do me bo, tha që të dalë me shoshina i punë, tha mos jenë pej, tha jo nuk jam pej. Ka vazhdu me përgatitje të ushqimit për veti, me nanën e vetë, e gruan time Flora, e cila ishe duke fshi shtëpin, e thot leja të fshi sot se po të përgatitje aty diçka, hajde ha diçka me mua. Ka qenë shumë djalë i dashur, sidomos me nanën e vetë, e ka përshaf dhe puth ka shku. Ata e nullë me ongër buk, unë jëm dalë, me një drejk me një shok, ka ongër buk,
ja ka shu momit vet një kongë që për YouTube-ës, që ajo dojke, kishin pas valzu bashkë. Edhe shkon të berberi aty, këshin qethet, sfukurohet. Ka marrë automjetin e vet, ka shku në vushtëri, se ka pas kontrat në vushtërin këtë sezon. Kalum, dhe për 2 sezone. Edhe si zakonisht me një shok ti kapitenin e vushtërisë, Dautin, kanë shku atje, janë përgadit për ushtrime, kanë pasur përgadit lojën kundër Obiliqit, më duket. Ky si nënë si sulmus. Tash po tregoj çfarë kanë tregu trajnera atë ditë. Pa orte momenti kur mua kanë thirrë, kanë fillu me ushtrime, njerë fizike, që tregoj që me atë thesin që kanë ngrellet këllë ekipi në ushtrime, ky 5 metra para gjithve tha angreke, që që fuqeshëm i përgatitur. Dhe kapiteni thot që kam thonë Erion që e ka bënë se si e bo siguri, thot s'po mund as vetë nxo. Edhe kanë fillu ushtrimet, kanë fillu një lojë me përgatit mbrojtjen për më mbrojt nga Obiliqi. E thot 2 herë, treneri thot 2 herë ma qiti mbrojtjen për loje. Do t'i ka kalu, i ka dhënë golle, e nala lojën, thot çfarë mbrojtje jeni ju kur një Erion që shka për ju banë. Llogarit një mas nesër që kam ju bë Obiliqi. Edhe i thash Erion, je i papar, për momentin je fenomenal, pres për te në sezonin tjetër me bo bum. Edhe fillon pjesa 2, edhe rëzohet. Si këto rastet e zakonshme Erikseni, këto tjera televizive, do të pa pas asnjëherë dhe im të ankesën se disha tjetër. Është rëzu në 2 gujt, ka tentu mu qu, këto ishin rastet zakonshme të kur kanë sulme masive në zemër, por me elektriciteti, çrregullimi, domthon zemra nuk ka pas atak në mbyllje në ndonjë arterie diçka, po vetëm o dridh. Nuk ka qenë gjak në tru. Ka u bedia dhe është rrisu në shpinë. Pastaj kanë fillu ata me edhe ndihmën e parë, sidomos kapiteni, ka qenë ushtrime, s'ka pas ambulancë të aty. Edhe kanë marrë lojtarë, bashkëlojtarë, 3 herë ja kanë dherguar, si pas tyre gjithmonë. Edhe kanë marrë, kanë hyp me një vetur tyre të lojtarëve me çuna në emergjencë. Në vushtrisë. Në emergjencë vushtrisë ish po duket ja nuk kanë mujtë, s'kanë arrit me stabilizu, ose kanë pas probleme me ndonjë mungesë të një aparaturave për oksigjenim, e kanë që mendim shpejt në spital Arabas, si ai spitali i ati Sheiku që është, që ka pa ndërtu. Edhe aty kanë thirrë gjithë mjekët të në llojet vushtrisë, këtë vushtria shumë kam. Edhe një lojtar, një kolegi tim ka thirrë në telefon, dul një numër. Unë isha u ktheva në shtëpi, isha me babain, prap ka një kafe, thash unë një numër i panjohshëm e çova, thot a gjeler, thot ku je, thash shtëpi. Thot nisu me njerë për vushtri. Dhe me njem që është lëndu diçka, çka ka Erioni, nisu tha me njerë dhe ma mbyllën. Edhe unë nuk e mora shumë serioz, mi tham, Lokit tasha, po vjen me mu, ja merr automjetin, se me siguri ka lëndu maran, se zakonisht. Ka të ndodhë me thy dorën, mrzim, ose në nxerrje diçka. Edhe unë vonova pak dhe u nisa, prap një telefonatë njëjtë, të ta gjilira e njësë, ja kap treneri, njëri prej ndimës trenerave telefonin ati lojtarit, thot, i lërë që luftën, thot, sa ma shveqër janë në spital Shek, thot, në vushtri, thot, se Erioni shpesh. Tha, sha është gjallë, tha, i lërë sa ma shpejtaj. Momente, do më thonë që se kom pritu kur, si pritë shumë e ranë, po prapa jo, asë që e paramendojsha, më të keqen. Do shta kom pritë për djemë tjerë që dolin me motora ose me diçka tjetër, po futbolishti shumë të shëndetshëm. Unë nisëm për ushtri, prap në thiren ku kem rri, ta shoh unë edhe me ardhë, tash për 1 minutë, tash unë me shpëtu nësa e qarë gjendje, tash. A ka vdek, tha jo. Thash, a është gjallë, ma ndërprejshin telefon.
gjatë kohë do të thotë 1 orë e gjys derisa kom rriun me ato kolonat e vushtrisë. E mjekët kishin pas bot pa mundurën me akthy pulsin. Pulsi ka pas jo 0, po pak mbi 0. As kanë mujt me ngjall me nisë për Prishtinë, as nuk i ka vdek ndosh. Kër më rrinëm atje, dolëm me navigacion mas spitalit, në ty më mbro pak kër futa brenda për recepcion ishin 50-100 vetë, gjithë lejtarët, klubi, kryetari vushtrisë, dhe të krejt aktert, krejt vushtria në komë pas shu. Edhe hyra, thanë erdhë pa Erionit, edhe asnjoni nuk u rrezo. Ka dikush që më ka thënë, a është Erioni gjallë? Jo. S'u e ke asnjoni. Thash, a ka dikush për një burr këtu që më thotë, Zoti t'lash nash. Pas ka vdekë. Disha mos që kam i pyet. Jo tha gjallë, nuk ka vdekë. Ku është, ma bojnë me kokë të një derë aty, e sallës operacionet. E unë i gjymë në derë, e hapa derën, qa me pa, na 5-6 mjekë, të e fun pa, gjoks, i shpo trupi komplet bardhë, më thënë drejtër më morën majtë, edhe më largun më nërët, mjeku bërtiti kushe la me qenë derën. Edhe ma në menë që më kanë qubë pak ma një dhomë tjetër, ma kanë dhonë një qëtësus, më kanë shtrimi, kanë matë këtë tensionin, mini 180 më nërë që ka kësy tensionin afro. Edhe ndërko, më përcilë që një 2-3 motra medicinale, edhe kom thirë një shok në Prishtinë, dhe shtirë drejtorin e shgrupës, paktën nëse e bimë Prishtinë, të janë gatshëm të bëjnë maksimumin. Edhe thira një doktor një shqit, të zakë se njefë familjare kemi. Aje ka thirë drejtoreshën e spitalit vushtri dhe më thiri, tha, lirë, tha, gjendin e ka shumë të ronë, tha, edhe pse ishte në salë, do më thonë aje pësoj gjendin ma mirë sa unë. Nuk po i vjen pulsi, s'po mund me regullu pulsin për me jupë në autoambulancë për fru për Prishtinë. Edhe mas një gjysore, më pastaj, më lemrun u qova, më thanë, hajde se u stabilizu sa me qumë Prishtinë. Beso që 2 kjerët policisë e kanë përsjellë, domethënë para ambulancës se rruga e ushtrisë është katastrofë prej kolonave, njerëz tas që elçojnë rrugën. Edhe mas tyne kanë prunë që kokë, rasti ka ndodhur dikun, ai është rrezu kanë 2:52 llogaritët, se në 2 kanë nisur ushtrimet. Dhe kom shku në ka qenë gati 4. Dhe kam rrinë Prishtinë ho mas 5, edhe u të ru. Po në Prishtinë emergjenca ishe pa isur shumë mirë, e kanë fut në sistem aty, kanë ardhur ekstra mjek. Se e kanë një rastin, kanë thirrë gjithë. Tash që ndjeni me kryetarët komunës, me unanej, edhe rasti si futbollist, kishin angazhu në fakt për gjysore stabilizuar. Me thonë stabilizuar, se ai në komë. Edhe ju drejt këtë trupi që ato momente se arroj fort. Edhe në volli, kur volli që i nëzërën dhe qka prej ushqive, kanë e tash u shlirum që për vdekje mos ki frikë. O familja tash kisha probleme që mi tregu grus, që mi tregu të tjerë. A i futbollisti kër më ka thirë mu, ka thirë vlau në Zvicër, më jama numrin thamë. A i vlau tash ka thirë në familja, edhe gruja tregon çka ka ndodhur, çka është puna. Unë rrugës prej ushtrisë më isha mi tregu çfarë gjendje është. Tash ka probleme pak në zemër tash edhe se di është në koma, në gjumë, në çka, është në të ofru në qëkullë. Po deri kena prunë në Prishtinë ka ndorë 5 familja. Aty gjendja e ranë, që me thonë njeri... Sa kohë që në prajshtë të gjendje? Po tash aty kanë bajt një orë në emergjencë edhe e stabilizun, thanë se ju dashke leja ime do në gjatë bisedimeve me bo një kronografi dhe që ka nevoj një stet 2 apo 3 du të mja vendosë se ka pasul në zemër. E qunë kronografi aty, e futën një salë, një mjetë më tha prit këto, do të bëjmë tha që është e mundur.
mas një gjysore, një orë, unë mbledh, do thonë, më shtojshin antarët e familjes, shoqëria, futbollistat, këtë klubi, do më bo aty o bo shumë të lëvi në që këtë, do thot, erdhen shok ti futbollista për klubeve tjera. Dul doktori, edhe ai doktori shkon në kronografisë, shkon në vushtrisë. Ta i lirë, tha, unë e një futbollistin, djalin, Erionin, tha, dhe maksimum keme, po kur dul, tha, i lirë paja këtu, tha, zemra është as ka pas as të ka si shet të atakut. Tha, është perfekt të funksionu. Tha, edhe s'pat nevojë stenda s'kërgjo, edhe është një lajm i mirë për momentin. Edhe ull pak tensionit, do qetësum pak. Edhe qumë me botë CT në trunit. CT-ja trunit, do më nkesha me shpejt, edhe ajo nuk e ka thonë trunin keq. Në dha një farë shpresa, e qumë në kardiokirurgjin intenzive. Jo të kjo qendra kryesore, ku i qojnë ta me probleme trunit ose në sistemi nervor, po neurologjia qash, po e kanë qumë në kardiokirurgji. Edhe diku ka ora 8:30 që kanë bebsat, e kanë stabilizu prej zemrës e këtyne tjera, po ku të hapshin bebsat fillon ajtja e trurit, edema, që e qunë ata, nuk i kun pas të një urije qka janë. Edhe në koridor me familje, me gjithë që ishen, pritëshin një përgjigje, se mjek të mërshën vesh me mu. Unë e falenderoj një shok që më ka nejtë gati, një Zenedi, gjithmonë, dhe më shok një ngusht, që u fut me mu në atë zyrën e mjekëve, edhe anesteziologja Dorentina Maloku, kardiokirurgun Rama Alaj, që falenderoj shumë. Pse s'kanë mujtë me shpëtu, kanë bo shumë për Erionin. I hapi ato letrat edhe një neurologë tjetër, tha e lërën vja shumë keq, tha po, shkencërisht këtë tru, tha nuk kthehet ta. Kështu që ki me pas në komë, ka më dok i hishëm, normal si në gjëmë, po na vjerë shumë keq, dhe pek ti truni, spritet ma që do të ngjallë, që i bjenë që mund me gjatë, po nuk do t'jetoj. Ka qenë momentit të mërshëm, doktori ka fillu me qajtë, thot për ma vërtetu që gjendja është tepër e vështirë, edhe ka qenë shumë vështirë me dalë prej asaj zyre. Rama më ka qunë në zyrën e vetë pastaj, kardiokirurgu. Më më qetësu, më ka qitë një kafe, më ati shopër. Edhe më tha, shkon mendja me që jashtë, shkon mendja për një mjekësi ma të mira, diçka tha, edema, dhe s'fjegoj që është edema, tha nuk ka shans asë një helikopter me ju, s'ku zën me lëviz, tha, do t'u lidh për kreveti. Në atë momente dola mi tregu familjes, shë me tregu. Ideja dhe një po Flora, gruaja ime, nana Erionit, në luft ka u vëllau në 21 vjeçar. Dëshmori pare i klinës, Faukëlezi. është rritë pa nanë. Është vështirë për mu. Unë mundoj që me komuniku informacionin, po shumë në vështirë. Këtë shokët e tia të klubi, të jam të midë qërtë. Filloj rrugtimi dhe i vështirë jetës. Ka 89 ditë dhe net në intenziv. Në dha një dhumë ekstra me gjama. Në lejun për të ligjit që tonë. Që to në dha në qelë në një figurative, më një sot do në morë vesh shkrejta e qendra intenzive. Dhe këtu mërzitën gjithë. Se zike këtë vete, që me thanë. Gjatë këtyre 28 ditëve, a kishte dhe një shenjë ti
në riletimezi, sepse di që keni qëndru në kohë gjatë kohës. Që të ishte problemi, sa ne ishim shumë naiv, thot nuk. Edhe pse mjekët na thanë edhe çdo ditë, çdo minutë që aty takojshim, se na në hymje ishin zyrët e mjekëve, me të cilët edhe jo që unë njoftuam, po dhe unë ishim, për shkak se u bë rast edhe mediatik. 2 ditë nuk kanë ditë mediat asgjë, kanë thirrë. I kom lutë këta dueli sportive të tjerë që kanë ndoshtë shumë Erionin. E nuk e di, a keni pa një film e shqizim ekstra, e kanë bo, si me thonë, janë i muja 2 përpara, si shembull, futbollist shembull i të ardhmës. Edhe e ndrejca ardhë spitali, Albani, disa gazetarë tjerë, i kom lutë mos e bëni një të madhe, se disha që ka më bo, po ta dim çka, nuk e dishim tash një mjet të ishin prej truni, po shkaktari ishte zemra. Mungesa e oksigjenit në tru për 20 minuta. Edhe në fakt ata terapia, mekanizmi, aparatura ishte jashtëzakonshme, dhe ato të ishin në gjendje me mbajt njeriun. Për një javë, me thonë drejtën, u dashërum në Erionin gjithë, me motra, me vlezra aty në shket ata sofi medicinal, anesteziolog, 5 anesteziolog që ndroshin të jashtëzakonshëm, po ata e dishin edhe nuk e di cili prej tyre nuk ka kaj, domethënë kur më shishin, na shishin si familje, se ata dishin sigur që Erioni s'kthehet. Po shpresa e Erion ka qenë, mos me thonë që dhe mos i ka vdek në këmë shpesu, s'po që, lemo ato momente, pastaj si që shpoflin, dhe në kanë ardhur shumë njerëz, edhe imam, edhe të tjerë që normal që mos falë besimit në Zot na kanë te kalu gjithë ato ditë, po askush si tregoj ke rastet që kanë vdek, po gjithë kallëzishin rastet që kom pasë rrafë dhe matë kesh kom pështu. Unë kanë ardhur 3 njerëz që kanë në komë ka 2-3 muaj. Llojem kanë nejtë 6 javë në komë në Zvicër. Do të thonë që erdhën prej Zvicre, vllazët, motra, gjithë. Në ka ra shok. Çdo vikend na këshyre Erionin a ka dhe me gollë. Gjithë kemi qenë të lidhur me rastin, nuk kemi përcjellur përmes rrjeteve sociale dhe kemi pritur një lajm të mirë prej jush, sepse vazhdimisht keni komunikuar. Po ditën e 17, veç kjo u bë mediatike çtu në kur gjithë shikust dhe e thirrën emrin e tij. Kështu jo. Edhe kur lyti Kosova me Letoninë, shikust ndërdanët e postune që e thonë se një tablot madhe aty, Erion jemi me ty. U lutë këtë Kosova, kanë reaguar dhe mediat e Shqipërisë, shokrat, prej Kroacisë, prej Zvicrës, se Erion edhe Zvicrë ka lutë një kohë. Do të të bëha që e madhe, se unë kom pas shumë presion, të ndrejtën në shtunën dhe që i ka ra 8 në shtuzu, shtunën, në 26-7, 35.000 thirrje i kom pas. Kom pas blokadë telefonit, dhe as mjeku s'kom mujt me folë. Dhe që është interesimi madhë që ka qenë, jo është i media, po i kretë njerëzve, e shoqërisë. Ditë 17 ja ofrum na me ato shpresat, lojën e laptopin me lojën e Kosovës, me shikus, i folqim, quar janë zë, këtë shikus janë me ty dardanat, pret Kosova, po lutet për ty. Edhe filloj me lëviz, shumë interesant, të ishin lëvizje sekundare, që ishin, në thotë, cerebrale, që në fakt tash i kom fyt mjekë zvicrane e tjerë, që janë të këqija, kishin qenë negative, na e mërshëm për pozitive. Ka qenë gëzimi madh në ditë 18 kur e kem pa të lëviz kamën, se lëviz ke kej trupin. E na mendonim që ai po na ndëgjon. Kena pas kujdes në stop gjatë gjithë kohës, mos po na ndëgjon, ti folim mirë, e thirrshin shumë ngushti, i keni pa postimet, falenderoja me Ramonin, kapitenin e Kosovës, ma qoj dresën, na ka thirrë, na ka ndihmuar edhe
edhe me medikamente, me çka ka nevojë. Gjithashtu klubi, pronari i klubit, do të thotë na nuk kemi pas probleme financiare ose diçka tjetër, po sëmundja është e tillë që s'ke shans asnjë mjek do ku kena pyet konsulta në Turqi, në Spanjë, te mjeku më i mirë i botëror, që ka nënën shqiptare, ai Kita Mendez, plus në krahasi Lublan, shok të mi të ngushtë, Fron Marleku është radiologu më i mirë i krahasisë, si shpallën që 2 vite. Ne jam shok ngushtë e pyeta me neru të rrishin, s'kishin çfarë më thonë, shumë problem. Do të thotë edhe që s'ka kthim. Se truri kur po fryk ka kafka është aq e fortë sa ai tani e mbyt vetën. Do të prej presionet shkatron qelizat e veta. Kështu me pa në trup ka qenë fizik është shumë i zhvilluar sa një 3 javë do të thotë sobrejt, ka qenë shumë i shnosh, i bukur me qere, do të thotë me nur, me gjitha të mirat. Edhe shpresa s'hup, ke lëvizjet ju shtum, ka lëviz thuja se dhe njahën e fundit. Po kishin qenë lëvizje të padobishme. Mjekët kanë bën të pamundur në 2-3 herë, do thotë kanë shpëtu nga vdekja në forma ndryshme. Më janë mundu me mbind që as në Evropë as diku tjetër nuk e kishin trajtu ka shumë. Po unë një kërkova dhe çdo minutë për mu që jeton çdo natë ishte mirë se ardhur, sepse mjafton kjo me prek. Si dëshiroj asnjë prindi në botë, pa marrë parasysh çfarë nacioni është me ndodhi diçka e tillë, është shumë e vështirë. Është e papërshkrueshme. Cili është kujtimi më i bukur shëkimit? Na kemi bisedu, gjithë shoqëria, familja, nuk kem kujtim të keq me Erione. Absolut. I ka kryt gjitha për 22 vjet. Ishim vitin e kaluar maj, me 21 maj është dita për kujtimi i Farukut, dobës ti. E tha ku u bak, tha. 21 vjeçar, tha u vrasën. Sa i ri, tha, ka vdek, tha. Unë tha 22 i bëj, tha, ma i ri son pas ka qenë. Ajo ka qenë e fundit. Pastaj, kur më vdesh nana, kemi qenë të lidhur me, edhe ata me gjyshën. Kish problemin për vitin e ri, se kanë qenë 2 shyreti i shtëpisë, edhe nana jam edhe ai. Bile vallëzimet, ato muzikat, dhe çdo vit ri, prej se mbaj mend e kemi festu si familje bashkë. Sti që kena me festu të si vjetë pa nana. Në fakt na se festum, se festa mos ka mbet si opcion për prind, për mua dhe gruan, po do të për vitëri se pa dhe masione. Çfarë t'jep forcë të ditë vështira? Unë si prind e kam shumë probleme, kam pas për fillimit. Unë dëshiroj, ndoshta nuk është e tepërt me falenderu doktorin e Zhvedin Shalën. E kisha lidh pak këtë moment Bojkeni, djali në Zhvedinit, shokin ngushtë i Erionit. Unë në Zhvedin e kam njohur veç si emër, si doktor, po nuk kemi taku asnjëherë. Po dy të kemi njohur njëri tjetrin se unë ku e kam çuar Erionin, për shembull, se ka ndru shumë klube, kam qenë në Drenic, unë jam marrë Bojkenin me veti. E kam marrë edhe një shok tjetër. Ti, ka pas 2 shok ngushtë. A mu pëlqen, mu Bojkeni, djali doktorin ka pëlqyer ndoshta edhe më shumë se Erionin, pëlqej si mbrojtës, si mesfushor. E ai më ke babë të kemë unave dhe kam e marrë me veti, dhe kësë unë e di që më pranoj, se më kanë lutë, më kanë thirrë vetë. E pa ta qunë në Skënderaj, më falë, në Drenis, para 2 verave dhe konë, çdo ditë i qësha me kërë, i prisha në stadion, e pisha në e korë që aty, edhe risha me shokë, këta isha. Kom kalu shumë kohë me ta.
E kur më thanë Bajkeni tash i ishtë tregu badet vetë, ai po tregon që 5-6 herë ka prute shtëpia ju. Do thotë doktori u mërzit, më thonë drejtën ma shumë se unë. Më thëshë që shmja gjithë një lidhje shti në Zhmedinit më ardhë me kontrolua e minajt gate, në Zhmedinit çfarë të prej ditës parë, dhe më çdo ditë i ka najt e famë. Jo veç si mjek, se gjithë mjekët, po e ka dashur si fëmijën e vet. Mos me thonë që ai ma shpesh ka çoj taj se unë. Nuk e dija mi ka po lot ai mu, po unë ati po 2-3 herë. Normal që edhe ka ditë që do ndodhë, po nuk është dorëzu deri në fund. Tash për pyetjen për momente me Rionin që është 2002 ka lind. Si djali i dytë, se djali i madh ka lind Syri. Kesh këthy në 2001, në 2002 unë fitova bursën për specializim në Gjermani, për menaxhim mjedisi, edhe lash 2 javësh. Kur u ktheva mas 9 muajve gjeta gati 10 muaj. Pastaj 2 djemë tjerë, kam pas muzikë, e madhe dhe i voglim violinisti më i miri në Ballkan, që shpallë. Ky futboll. Po me këto këna u gjithmonë po në atë kuptimin e mirë, këna kalu kohë në stadiume në Prishtinë, për shembull, Shrit Prishtinë, ka qenë lojtari më i mirë i gjeneratës. Në 2000 në U15 Shqipërisë ka qenë i ftuar 2 ka qenë Kosovës, i ftuar do thotë prej cilësisë. Jemi befasu kur e kanë ftu. Pastaj patën thirr këta selektorët e Kosovës. Besnik Kollari ka qenë ta i lirë, thas që na ke shku Shqipëri, ta ketë përdonim me shku Shqipëri, tha na kemë lojtarin më të mirën në U15. Thash po ata e ftun ju se ftut. Jo tha na kemë grumbullimin mas një jave, thash pa ende s'është zyrtare. Vjen lunë për juve, do në 2 kombëtarët ka qenë angazhuar në 15, në 17, në 18. Po gjithmonë qëllimi ai ta çojmë jashtë, po tha vllaun e ka menaxher futbolli, e çojnë Lucern, ka ushtruar Lucern një 2 vjet, ka luajtur për Kikirsin e Lucernit, domosht si 17 vjeçar ka luajtur për moshat vjetra. Edhe Covidi e bllokoi ligën zvistrane edhe këtë Evropën, edhe u kthy në BSPS. Lauta, tash di emrin që ka Leotrimi, që ka pas në 17 u 18, i mbledhin do të rikton për në bes, pa të marrë dikush besën e pes me rini, zi ju kujtohet besa, që luajtin Super League me 3, s'pat bogati pikës, po të lashe i bëjke e tjertë. Këni organizim interesant, a i pëlqej. Edhe jetoj këtu në ndokën 2 sezona, dhe e ronë prej liga. Prej Besës, pastaj ra prej ligë Besa, shkoj në Drenis. Drenis ka luajtur 18 vjeçar të esën çdo lojë. Pastaj e mur Batatina në Llap. Edhe atje mirë këtë es, po shumë lojtarë nuk e di tash atë probleme që u largu, s'u knash, s'do i knashur. Pa shku më Lishev. Bilim me Llapin është në Super League, është goli i fundit që ka në Super League është në Llapi kundër Melishevës. Dhe ju keni faqezimet që po i qesin. Ato po na prekin shumë, do thotë. Kur thuhet që ja, shqiptoni golin e fundit të Rionit në Super League. E këtë vit, do të thonë vitin e kaluar 2024, në qershor ka qenë në Antwerp, në Ligë Federale Belgjikës prova, me do zvistrane shqiptarë Zvistrës. Do të për këtë grupit veshtohe ndalën në 3 runde, si me thonë, 3 faza i kaloj. Edhe fazën e fundit, pa të marrë me lujtë edhe në sezon, o me shku atje o dikun tjetër. Ka pasë do të thotë historia ti, do i keme startu. Edhe verës, u më në veshë lëslu në ligë të parë. Ma mirë me lujtë komplet, se me lujtë Super League gjithmonë rëzirë me ndrime këto, sepse i duhen lojë. Edhe u këthy Dallkun nga Dugagjini, Larmen Dallkun në Vushtri, e mërë Vushtrinë për me lujtë në Super League. Programi i pëlqej, që gjithë të vetë në të emisionin që kanë i gjizu,
i ka pëlqyer ai programi, projekti për me hyrë Super League, kur të hyrë Super League gjen lojtarëve standard edhe çaj plani ka qenë. E di që dollë ku e ka thirrë një 3-4 herë, dhe tha bab, tha mos më përzit, se do me rregullu vetë. Ma shkon në vështëri, nuk e di si me tani zemra që thonë. Pse si vështërinë janë pas simpati, po vendosi me shkon në vështëri, si aprisha, normal. Edhe boni kontrat, janë nisi shumë bukur. Për 2 muaj e pushtoj zemrat e vështërisë. Ta shpeshar, do të thonë, kam në sodit reagnimin. Dhe edhe momenti kur është zhunë fush. Edhe kjo është shkurtimisht ajo një jetë e ti veç për futbolin. Futbolin jo që ka dash, po s'ke pas shansë me folë kundër futbolit. Futbolin, Mesin, unë e thësha pse Mesin kur t'je si Ronaldo. Bile leve, ja bëshin Lewandowski, 1.90, i gjatë, i zhvillum, i fort, gollat e këse aj, komplet gabim, ja bësha je të marrë me Mesin, se kilojnë e tina, pe u kohën me Mesin, aj për Mesin nuk konë gjetë një me bëgjë shka. Kështu që kjo ndodhi, që them, shumë e vështirë për prind, për vështirë për krejt, për komunitetin. Unë jam në kontakt me gjithë, tash do numrin 30, vështëria e ka bloku. Po, kur të kthejesh, do thotë, normal që neve në ka dhimbë si futbolist, si gjithçka, po, pa marrë parasysh a futbolist, ajo, neve po na mungon shpe. Dhe ma atje, me dresa, që gruaja ime ja vendos, ka vendos në për shtrat, me derë hafër, dhe në 29 ditë, ja ka dhe s'do mbromi ka një shiri. O po thamë, gruaja nuk ka fjetë për 7 javë, ka një orë natën. Këshim problem, e kam një vajzë të vogël, e ka qenë shumë e lidhur në Erionin. Ajo ende nuk e din që Erioni ka vdekë, se nuk e din që është koncepti vdekje. E pa da qu të spitalit, thash, tu është Erioni, ka lëndu kamën, a i ka qitë shumë gjak, thash, ka qitë shumë gjak o shumë ranë, tash po e kërkon, shkon më mëngjes, bjen në shtrat, ja pus fotografi të kur ka marrë dhe Erioni, pse po më rreli, kur vjen Erioni, tash është smut prej gjypsit, tash e këna shumë Belgjik, kuma Belgjika, tash është largë dhe kon. Edhe e kep shumë vështirë tash me vajzën. E kështu, qa me thonë. Nëse do të atakoj edhe një herë, çfarë do t'i thash ajo? Mungojnë për shafimet e ti. Në fakt, unë e shosh dhe natë. Kam një shtëvime një obër të malë, edhe zakonisht verës, 3-4 muaj rrim vetëm jashtë, terasë. E di ke, mos e shkoj ke kurse kam pa të vrapu, të shku dikon me vrap. Ka qenë pa bush, të i gjonë, i ka daqën, pusqeshur. Me atë kafe ndorë gjithmonë, shpesh në rrugës për trenizë se dikon, të ke nalma këtu, për pej, nalma të ke këtu, të qa përdojnë kafe, di shë. Po veç Sofive të shveja, dhe kjo është se këtë jef energji edhe një kafe shkon, dhe thot, shkuje të ato që me thonë për plasa, kuj parkonem kërat në bashkë, dhe thonë çdo ditë, çdo mbrëmje e shërë këthyr, kur dalë në vorende, shoh, dhe më paraqit dhe silueta ati, është e bërë pesushme, se zemra nuk e pranon që Erioni nuk është më me neve. Pavarësisht që mjekësia i ka ngritur në një formë duart, ju keni besuar prapë që Zoti të bën mrekulli. A keni gjetur ndonjë mënyrë që të ruani kujtimet, që të thjesht shuani dhimbjen, ta kaloni këtë sprovë sa ma lehtë? Cila është e mënyrë që ju i keni zgjerë si prind, sepse ka shumë të tillë që ndoshta e kanë përjetuar po të njëjtën situatë. Unë prindve ju kisha sugjeru me besu në Zotin gjithsesi, unë kom besu gjithmonë në Zot, nuk jena në aplikus të mëdhaj, do shta është gabim, po
besimin në Zotin, besimi që ne nuk mundem me bo as me t'njofshëm, as me para asgjë për Erionin. Do thot, fati im është që Erioni do thot nuk e ka rrezu dikush, ose me ndodhë ndryshe. Do thot, i ka ardhur prej natyrës, i ka ardhur prej Zotit. Një dovë cilën është e shkurt, e kam thonë non-stop, në gjuhën arabe në atë tekstin tem vetë me vete, ka ndihmu shumë. Mua më ka dashur, siç ka thonë edhe Nezhi, doktori, me menaxhu vetën, me menaxhu gruan, me menaxhu fëmijë tjerë, me menaxhu babën, me menaxhu vëllezërit, me menaxhu familjen, me menaxhu mjekun, edhe mu të ke menaxhon. E këtë situatën, ka qenë tepër e vështirë, ajo tani më bë këtë forcë me më bo artist në tojza, do thot me lu rolin që unë po mërzitna, po nuk do të mu tranu, po në fakt se cili prende gjoni një qoshe ku mi der lot, nuk ka natë që s'kom qajt, ose nuk ka natë që nuk qaj, po pa tjertë, do me gjithë rendit. Flas me të. Ato fjalit që i qisha në Facebook, dhe di që kam prejkë shumë njerët, po i qisha prej zemrës, edhe flas me yje, e paramendoj njënin prej yjeve cili është taj, dhe flas me ta. Sepse çdo natë kam folë me Erionin sa ka qenë gjallë, ma nuk është, edhe kur ka qenë jashtë, ai ka qenë një njeri që na ka thirrë non-stop, na ka nejtë gati. Tash po du me folë për djemë tjerë, se i dojmë njëtë, nuk mundet që me dallu e vlad, po janë ma në distancë, janë pak ma në atë aspektin më të mbyllur. Erioni ka qenë shumë i hapur. Djali i madh ka qenë si binjak me to, të thonë, ka historie të veçanta, ai vogli gjithashtu, vajza gjithashtu, gruaja special, unë special, secili baba jam special. Secili ka qenë special me to. Po na ka mbajt edhe shoqëria e madhe e tij. Në fakt ka qenë jam befasuar me reagimin gjithë popullor, kam pas reagim edhe jashtë, sfordashtit e Shqipërisë, kanë thirrë njerëz për gjithë kohët, kanë shkruar për to më shumë se unë. Unë tash postime, se s'kam pas kohë, s'kam mujt gjejt politikajve, të njerëzve. Unë i falenderoj gjithë ata ministra, deputet, përfaqësues partive që kanë qenë edhe në varrim, edhe në të pame, po gjithë edhe njerëz të thjeshtë, doktorë, gjitha shtresat, sepse janë prek, po na kanë ndihmu shumë. Është ndihmë e madhe kur një prej ministrave që se kom njoft kur, që ndoshta si përkasim simpative partijake, njëta ka ardhur vetë në mëngjes, ditën e parë të pamës, dhe më thotë unë çdo ditë, 7 javë në familje, nipat, më kanë folë për Erionin, e kanë dashur Erionin, dhe më kanë thonë se je ministër, shko bën diçka, ngjallë diçish. Se në fakt kur tregova për ato lëvizjet e Erionit, unë e pata postu një postim pak ma pozitiv. Nuk kuzdesha me thonë që Erioni qohet, po do shpresa në dhanë dhe krejt pa të në reagu, mos ka diçka për mirësim. Lutem me shkallëzana. Në fakt nuk dule ajo, edhe lajmi kër e kam postu në Facebook, unë e kam ditë që kam e qenë e miron për shumë njerëz, edhe reagimet e unë prit. Organizimi i varrimit, gjitha ato, do të thotë nuk i qare pa u marrë si prind, gjitha këto sa do këtë ta humbin vëmendjen. Unë e humbi vëmendjen edhe me punë me të tjera, po problemi më i madh është te familja, te gruaja ime, që është kohën më të madhe në shtëpi. Sillet nëpër fotografi ti, është me thonë që e ka mbush sallonin me fotografi. S'mundesh as me ndalu, as me alargu, është problem me nxerr dhe prej shtëpie me dalë, do thotë ku të shkoj shikjeri unë me vetë. Profesor, a beson se dhimbja mund të shndrohet në forcë? Po, në besoj që është dhimbje të papërshkrueshme. Do të mund ka vdek nana e mërzit tepër. Mu ka përmbys bota, sepse dikush që të ka lindë dhe të ka rritë, të ka zhvillu me atë diapazonin e saj, ndoshta me pak shkollë, pse kam qenë profesor doktor, me një doktoratur të jashtit, me një diapazon shumë të madh të njohurive, trajnimeve në përbot, unë gjithmonë jam konsultu me nonën tem, analfabeten të vëzër. Mendimet e nonës edhe të babës kanë qenë shumë ma të çmueshme
se çdo doktori, ose profesori, ose rektori, ose ministri. Do thotë që mësuesi joni i parë, i gjuhës dhe gjitha vetive është nona. Mirë po thom drejtën, kur ka rarë joni në fushë, gjatë gjitha atyre ditëve, unë i kom lutë nonës mos ma merr, po më dhimbë për nonën s'kam pas më. Dhe du më bë real që është tjetër dhimbë, është komplet tjetër dhimbë. Dhe është çdo kush që mundohet si me thonë, me të ngushëllu, më ka dek baba kështu, më ka dek nona kështu, i kisha thonë mos ja bëni njerëzve që i kanë hufë djalin ose vajzën. Dhe është fëmia nuk krahasohet me asgjë. Unë e di që thonë ka raste mirë, unë një rast këtu në Pejmë ka prek, inshallah edhe nëse e dëgjon na fal, po mu më ka shëru pak, një moment të pi një kafe para fakultetit, do na pauzë si mërzitur, më ngushtloj, tha unë kam pas rastin pak ma të unë setonin, ta shurë na, tha, kom bë aksident, jëm këput, tha vedien e unë pas, e kom thirë, tha djalin, jëm betë në kërë. I kom thonë djalit, kështu jam me babin, edhe një mam, edhe djalit të shku rrugës, ka dalë për rrugë edhe ka betë vdekur në makinë. 22 vjeçar, 6 ditë pa diplomë. A ish rast ma i ronë, sa i mendon që është bo se bet. A ish rast ma i ronë, që jam e domthon, ajo mu ma kalon shej, për shembull. Ose varja dhe vetë vrasit, ato janë raste ma të rona. Pe marrë me mend që mund me pas një prind, kur ban vetë vrasje një fëmijë i tij, edhe nuk e di pse, kushtet e mira, jeta e mirë. Tash nuk e di se si ka ndodhur me këtë sportistin e Pejës, po kam informacione që ka bërë vetë vrasja, është ma e ronë, shumë ma e ronë. Edhe për neve kur ndëgjoj, çdo rast që e ni tash jam shumë ma e ndihshëm se përpara. Mirë, po prapë se prapë fëmija jot jetë mbetet fëmija jot. Dhimbta është dhimbtë për secilin, edhe për prind, edhe për vëlla, edhe për motë, edhe për aq, varet çysh ke qenë i lidh. Po për mua kanë vdek 2 persona. Ka vdek ëndra e tij edhe Inga. Ishte diçka që tregu. Ka pas shumë dëshirë me qenë fushë kur ka luajtur futboll. Që nuk ndodh te futbollistët, nuk kanë qef me pas babën ose nonën në stadion, shumica. Ai ka pas dëshirë me konë. Edhe më ka ndodhur më shef shikus, beson 1000 shikus, kanë qenë në Olimpian kur ka luajtur se ki golla shumë. Jo më shef shikus, ai veç më përcillke, më lypke edhe më bëjke me gisht kom po. Kena pas një lidhje të veçantë. Gjatë festimit gollës në shtimin që jep do të kundër Vjosës në Olimpianën, ajo video ka qarkullu dhe do foto kam postu. Ka ngajt në stadion, te vendi ku kam qenë, unë e kam pas një telefonat jam dalë mas gollë. Edhe qysh e ka dhonë gollë, kam ngajt drejt te unë, pa e pa, asha e të lëvi atje, pa e pa, a jam a nuk jam, a e me instinkt, me reze, është këty automatikisht, edhe vjen dhe të tela, dhe unë ofrona, edhe pa ma prek dorë nuk shkon, dhe unë mënu me më bo krenar, ka qenë krenar edhe si më ka po në fushë e ka lu ndryshe, e gjithë ma ka bo nërë me dorë që unë të pash. Edhe kur jam shef më shike, lema kur isha kështu që shkojsha shishare, do thot si më shika e ndryshe u silke në fushë, ndryshe eske, kemi qenë të lidh me reza, me ndjenja, për gjithë shka. E nuk kom pas shansë me bo nervoz, unë i kom bërtit ko që shumë. Jam shumë pishman, e pse kom bo për të mirë, kom dosh maksimumin e ti, tash jam pishman pse kom lyp maksimumin. Ka njerë tentojnë njeriu me fajsu vetën, ka njerë më do këtë vetja fajtor, është minuta ma të ronë për prindin janë kur ti mendon që ke bo disa gabime, e pse këtë ato kanë qenë për mi dhonë forcë, për më duk ma mirë. Do të ndoshta jo kisha rekomandu prindve në sport, se shumica kanë fëmijë të sport. Edhe shumica janë prek që kanë fëmijë të sport. Mos ja marr lakmi do prindve që i shisha do shok të rionit që mirë ke lujt, nuk luj ke mirë. Që o e krem, mos i thuj mirë o burë, se ki shumë talent djalin, po e ki lazru. Ajde burë se ke se futbol është, tash ja kam lakmi. I jepsha shumë presion, edhe kom thonë inshallah ma ka bo halal, po me të vërtet është prindi është mes, se me thonë mes dy
dy anë, janë pozitive e negative, tash shpesh I mendoj ato, mos kom bo gabim, mos ku gabova, për me kontrollu, është kontrollu të mjeku, ka qenë kontrollat rregullt apo dhe speciale, pra më kom fol me një trener ti, Albanin, a I thot, milem ka shu video, thot që I kom bo në ati njeri, thot, kur së shtanku, nuk ka shanë, thot. Po pikërisht të desha pyes, a mendon se po dashur ta drejtojmë gishtin të askush? A mendoni që në futbollin e Kosovës ka mangësi në aspektin e kujdesit, testave mjekësore, gjanave tjera? Ka shumë, unë tash e dini që mu 18 vjetë kom punu në administratë shtetërore, në qeveri, a kena mungesat më mëdha, kena munges ndihmës parë, çdo aspekt, kena munges të kontrollave detale, edhe pse ka raste kur thot speciali kom ba kontrollat, unë kom kam edhe 8 vjetë me që zemër prej meje I ki, kom raste të njerëz edhe më të vjetër, edhe ka vdek për infraktit mas një jave. A ka bo Arioni teste tilla? Ka bo teste, kom bo edhe ekstra teste, ka bo teste edhe në Zvicër. Këtu janë të obligueshme. Do thotë është një qendër sportive të Spitali Amerikan të shkohet ku shkojnë I bojnë të rregullt atash. Sa I bojnë, si I bojnë, le ta marrin përgjegjësinë ata që I bojnë ato. Unë mendoj që gabimi më I madhi është siç po ndodh në shoqërinë tonë në çdo aspekt, edhe në futboll, domethënë nuk përfitojnë edhe nuk ecin përpara futbollistat më të mirët, po zakonisht ecin futbollistat që kanë shpinën më nxehtë, menaxhera shtynë në vetë, më shumë luajnë lojtarët që një menaxher I fortë I ka ndomen vetin edhe ka fuqi me I fut në për loja, se sa në ndonjë futbollist shumë I mirë që edhe shuhet, e nuk I vjen radha hiç. Don ato bryllat janë shumë të mëdha të vështira, po kjo ishte edhe jashtë. Do thotë e kem provu edhe në Zvicër që për me kalu një Zvicran Lucern, tash një shok I Arioni lun në Dortmund, në Bundesliga. Arioni ka qenë 15 vjeçar në Lucern më I mirë se ai. Po ka qenë kosovar. S'ka pasur në sesi, tani ka pas probleme tjera. Kështu që na gabojmë se prind që I marrim shumë nga zemrës, I çojmë fëmijët muzika, I çojmë fëmijët sport, I urim gati, I bërtasim, shpenzojmë. Ndoshta I bëjmë sepse e dim që shoqëria ose trenerët ata nuk kujdesen mjaftueshëm, se edhe ajo ekziston. Po a jam I kënaqur me ligat e Kosovës, me ndodhi që ka ndodhur me Erionin, shpesh nuk jam qenë I kënaqur as unë as Erioni. Po prap a ka lujt. Do thotë kur e kanë pa të mirë tash varet edhe prej trenerit, shijes trenerit, një trener don shumë tjetri nuk don hiç. Mirë, po këta jemi, nuk e di, tash unë nuk e fajsoj kërkan, unë jam lënë dorë Zotit, edhe shumë shpresoj që në atë botë kemu taku. Shpresa që me Erionin kemi nejë në atë botë, më mban, se për një prind, një rast I tillë, do thotë e hub koloritin e jetës, po tregoj edhe mjekëve aty, çfarë do forme që shmet Erioni në kom, jo me të met gjallë është ma ketë se me vdek, kom pas për mjekëve sugjerime, unë e thonë e bajnë shpinë, është mja jam, në gjellë gjithçka me bo. Që ako mendu mendimin ma të keqën të mundshëm, do thotë kam qenë I gatshëm me hap një varr, vetë me durët e mia, më fut në varr, mi thonë bulonën veç tash Erionin që shu. Zemrën e prindi, do thotë për fëmijën e vet, e bën gjithçka, me qëndru, pa pik problemi, s'më zhdim vetë as sosa kjo lec, absolut, edhe të shoh që ndjenjat për jetë janë ndryshe, kam madhemshuri, kam shpëtu një 3 herë minimum në luftime. Edhe pa ta falenderu shumë Zotin që kam shok plagosur me mu që kam mujtë me ti vramë. Ma fali jetën, do të ma fali nuk më murë në luft. Masaj e këshoj ke mendja thash, e pas nga pas dënimin ma banjë. Tane, kom pas një jetë mirë, përgjësit mirë gjithë jetën. Kom ditë më gjetë, familja, gjithë shka, po kjo rast është një spro shumë e rame. Shpesoj që e kom kalu. Je mundu me qenë I fort, mu paraqit I fort. Në çdo guri shty. Që thojnë njeri është më I fort se guri.
po thonë çdo guri ish çallamit në vendin tim. Si dëshiron që bota të kujtoj Erioni? Edhe në herë fal. Si dëshiron që bota, njerëzimi, gjithë ata që njohen, gjithë ata që janë pasardhës tonë të kujtojnë Erionin? Cila është dëshira jote për një kujtim? Mu po m'plotësohet dëshira për kujtimin e Erionit. Kam reagime, kam përkujdesje të njerëzve futbolldash dhe ata që kanë bërë shumë më shumë sa që kom prit. Dhe reagimi dhe Erionit ka qenë shumë më i madh se i shumë njerëzve që kanë shkuar në mënyrë edhe më tronë. Do të thotë Erioni kishte qenë edhe u bë më i madh se sa që kom mujt me paramendu. Reagimet kanë tregu, postimet e njerëzve më kanë tregu, dhe mshuria e njerëzve, më kam problem ende mu taku me njerëz, sepse ata pritojnë mu taku me mu. Po unë po ju them, hajde shlirë se e kom përballu. E kom përballu dhe do ta përballoj edhe më gjatë. Sepse nuk ka rrugë tjetër, janë dy rrugë, një mu çmend, ose me vra veta, ose me vazhdu se kam edhe 3 fëmijë tjerë, kam gruan, kam vëllezër, domethënë familje. Do të me vazhdu, kam studentat. Jo marrë gjatë kohës, kur ka qenë Erioni në kohë në studenta, s'ko mujt as pianist ligjëratën se kej studentat më kanë kajt. Moshë e Erionit. Kej studentat e mishin moshë e Erionit, në 2002, në 2003. Kanë përjetu, do të thotë, ku jem shku kanë përjetu. Ajo më ka botë fort. Mjekët e kanë përjetu. Me po mjekë të qajt, s'kom po kur. Njerëz që ne mendojmë që ata janë njerëz të ftoft akull. Fillim ja pa ta marrin noti anesteziologëve. Kur të që çdo mëngjes e kish me legjë, mos prit diçka. Ose grusë ose babës, mos pritni na san. Gjithçka më çmend që apo më thot. E kam me lishtike. Tesha e dim që kam me vdek, mos na thoni më. Shumë e vështirë me ta thonë mjeku. Edhe shkojshin çajshin, ne kam dhënë të çajt, mos i na thëshin. Tani u shoshruam na 7 javë që të bashkë. Do të thotë a di që ka vdek, s'po tham edhe me që të reportin poshtë veç s'ka pas mo, është ndërprej puna a ditë intenzivës. S'janë marrë me kërkan mo, s'kan mujt. Po është hubi pushia gjithve. Qërë në bënd krenar që Erioni kështë pasat shumë shëshëri që ka dhe me drejt me emrin e ti që po e banë berberi ti ka përqet njerëz ose të tjerët, është forcë për neve, është kujtimi mirë. Kështu që kemi kujtime, video, gjithmonë i buzëqeshur, gjithmonë i hershëm. Mendoj që ciklin e tij e ka përfunduar. Pavarësisht që Erioni na lajri në moshë 3, unë do të thoja që ai do të mbetet një legjendë e gjallë dhe përjetshme në mendjen e secilit. Profesor, kjo ishte një prej intervistave më të vështira, jo vetëm për ju si prind, sepse për ju është e kuptueshme, por edhe për mua si autori i këtij podcasti. Është hera parë që unë përgatis pyetje sepse ideja që mes të intervistës mund të ndodhë që të bllokohem. Dhe me të vërtet ndodhi ashtu disa herë dhe nuk isha ai që duhet isha. Ngushëllimet edhe një herë në emër timin, sepse ju kam shprehur, por edhe në emër të gjithë shikuesve me mira, shikuesve që na përcjellin këtë podcast, uroj të bëni të fortë. E mira gjithë kësaj është sepse besoni në Zot, dhe kur beson në Zot, atëherë është më e lehtë përballohet, sepse sprovat, thatë edhe vetë, janë vështira, por mund të jenë edhe më të vështira. Vështirësia e një sprove nuk ka fund. Andaj që uroj që edhe ju, edhe bashkëshortja, edhe fëmijët, ta përballoni, të i kaloni këtë sprovë në mënyrën më të lehtë të mundshme, por që për kujtimin për Erionin, absolutisht përmesavoj mas një. Faleminderit shumë, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ta.